se Allahu po e deshi robin e tij nuk e dënon. Harroje. Po gjithë lufta jonë do të jetë që ta fitojmë dashninë e Allahut. E dashnia e Allahut nuk fitohet me llafe, as me filozofi. As nuk fitohet me harxhim kohë në rrjetet sociale. As nuk fitohet por nuk sakrifikoj njeriu në emër të halalit, duke u ruajtur nga harami. Po nuk sakrifikoj njeriu gjumën e tij për namazin e tij, po nuk sakrifikoj njeriu shijet e tij përballë haramit. Nuk i bën edhe pse harami është shumë i shijshëm. Pra njeriu duhet për Zotin që beson dhe mendon se e do fort, sa ai e ka treguar veten që na do fort. Allahu e ka treguar veten se na do fort. Të udhëzoj pranë Islam, çfarë do mund. Ti s'ke nevojë më asgjë tjetër më shumë se fakti që të udhëzoj në Islam, çeli syt. Po jo vetëm kaq, të udhëzoj në Islam, po ti ka rregullu punët, ti ka punët marrë mirë, ku dëgjoj. Subhanallahu. Dhe akoma ne kemi njerëz në mesin tonë që kanë probleme me namazin. Apo njerëz që kanë probleme me halalin, me haramin, apo bankat, apo alkooli, apo bixhozi, apo kjo, apo për çfarë? Këtu nuk po bëhet fjalë për jetë a vdekje, po se pive do të vdesësh. Se do thosh unë i pari vlla pije, vetëm mos vdis. Nuk bëhet fjalë, tu bëhet fjalë për qejf vlla. Po më qejmë se mos ta pim. Po më që njerëzit po hapin biznesi, pse mos morim dhe ne parë në bankë, bëjmë dhe ne biznesin të thecim. Po mirë vlla, elhamdulillah. Pse do të shkosh të hapësh luftë Zotit? Pra ne nuk po sakrifikojmë se jemi në rrezik. Ne po sakrifikojmë për kënaqësi vlla. E po ka një fjalë që thot ar-raha la tudreku bir-raha. Tha qetësia nuk arrihet me qetësi. Nëse do qetësi duhet më lodh. Ti je i qetë dhe thu vallai edhe këtu edhe jo, s'ka. La yajma'u Allahu li 'abdin bayna amnayn wa khawfayn. Allahu nuk i bashkon njeriu dy frika dhe dy siguri. Men amanahu fi dunya khawafahu fi al-akhirah wa man khawafahu fi dunya amanahu fi al-akhirah. Ai që friksohet në këtë botë do të jetë i sigurt në botën tjetër, ai që mendon se s'ka dhe është i sigurt në këtë botë do të trembet dhe do të friksohet në botën tjetër.